Mirëmbrëma, jemi si çdo të diel këtu në Ekozone në Vision Plus. Kjo javë shënoi nisjen zyrtare të pagesave elektronike ndërkufitare nëpërmjet sistemit SEPA, që është zona unike e pagesave në euro. Kjo do të thotë që cilido që do të transferojë para në mënyrë elektronike nga vendet europiane dhe anasjelltas, do ta bëjë atë me komisione minimale. Ndërkohë, një familje shqiptare i nevojiten mesatarisht 93.000 lekë në muaj për t'ia dalë jetesës. Instat konfirmon se për të disa tim vitë radhazi, struktura e shpenzimeve familjare nuk ndryshon, ku 40% e tyre shkojnë vetëm për ushqime. Në muajin shtator, inflacioni arriti në nivelin 2.4% me një rritje të lehtë krahasuar me një muaj më parë. Grupi qeral ndjekse dhe energji shënoi dhe rritjen më të madhe të çmimeve, veçanërisht tregu i qerave që përkon dhe me nisjen e vitit të ri akademik. Kanë hyrë në këtë tetor në fuqi rregullat e reja në ndërtim, cili do që te kalon lejen e ndërtimit apo ndërton pa leje, do të gjebitet me 350 euro për metër katror. Rregullat e reja synojnë t'i vënë fre abuzimeve në territor. Ndërkohë, në emisionin e sotëm, si kundër thash, do të ndalemi tek zhvillimi kryesor i kësaj jave, që ishte nisja e pagesave elektronike ndërkufitare në SEPA. Por çfarë është SEPA për gjithë ata që na dëgjojnë? SEPA është zona unike e pagesave në euro. Pagesa do të kryhen në mënyrë të shpejtë dhe më të sigurta, ndërkohë që komisionet do të ulen deri në 10 herë dhe në vitin e parë parashikohet që të kemi 20 milion euro kursime nga aplikimi i këtyre pagesave, pra që janë pjesë e zonës e SEPA-s, ku bëjmë pjesë pra 41 shtete të ndryshme të botës. Por sa do të paguajmë konkretisht për transferimin e parave drejt këtyre vendeve? Konkretisht, për vlera deri në 20.000 euro, komisioni do të jetë maksimumi 2 euro. Për vlera deri në 100.000 euro, maksimumi do të jetë 10 euro. Dhe për vlerat mbi 100.000 euro, maksimumi do të jetë 25 euro. Ndërkohë transaksionet e mbritura nga vendet e SEPA-s drejt Shqipërisë, maksimumi do të jenë deri në 3 euro komision. Por çfarë përfiton qytetari përveç komisioneve dhe kostove më të ulura? Qytetari do të përfitojë pagesa ndërkombëtare sikur të ishin ato pjesë pra të vendit ku ai jeton. Komisionet do të jenë më të ulta dhe më të unifikuara. Kartat shqiptare do të funksionojnë në të gjithë Evropën dhe më shumë lehtësi për bizneset e udhëtimit. Por si kryhen pagesat elektronike dhe çfarë është e nevojshme që të ketë një individ? E vetmja gjë që duhet keni është që të keni një llogari bankare dhe ju duhet numri IBAN në euro, që është numri ndërkombëtar i llogarisë bankare. Ne do të flasim pikërisht për nisjen pra zyrtare të pagesave elektronike në euro në emisionin e sotëm, por jo vetëm, në pjesën e 2 dhe të 3 do të ndalemi dhe tek shpenzimet e familjeve shqiptare që vazhdojnë të dominojnë vetëm për shërbimet bazike. Zonja Metaj, faleminderit për këtë intervistë. Tashmë u bën disa ditë që nisi zbatimi i sistemi SEPA për të transaksionet pra elektronike në euro. A mund të na thoni në këto ditë të para sa të informuar janë bizneset dhe individët lidhur me këtë sistem? Në fakt, informacioni për gatishmërinë së afërmi të sistemit bankar shqiptar për të ofruar transaksione ndërkombëtare në euro në zonën SEPA ka kohë që ka filluar të bëhet me dije për publikun dhe publiku gradualisht e ka marrë informacionin, ka patur pritshmëritë e tija dhe ka shfaqur një interes jashtëzakonisht të madh, të cilin ne kemi vërejtur jo vetëm në kontaktet që kemi të gjalla me publikun, por edhe në informacionet me shkrim që qytetarë të ndryshëm apo dhe aktorë të ndryshëm të ekonomisë shqiptare na kanë kërkuar në vimësi. Kështu që paraprakisht, informacioni për SEPA ka qenë prezent në publikun shqiptar, natyrisht, jo në masën e një informacioni që publiku e përfiton duke prekur transaksionin, sikurse është në ditët e sotme, por ka qenë një pritshmëri jashtëzakonisht e bukur dhe pozitive për gjithë ata që kanë marrëdhënie financiare për te kufive të Shqipërisë. Në këtë fushat për informimin e publikut, por edhe për edukimin e publikut, mbi pritshmëritë që ai duhet të ketë dhe mbi diferencën që përfshirja në zonën SEPA do të bëjë për xhepat e konsumatorit shqiptar, media ka qenë pjesë e përpjekjeve tona, sepse janë bërë jashtëzakonisht shumë emisione në të gjitha, pothuajse në të gjitha media televizive dhe të shkruara, ku përmes bisedave në studio ose përmes intervistave të shkëputura jemi përpjekur të gjithë së bashku që të bëhemi pjesë e këtij informimi të gjerë të publikut.
sepse ndryshe nga ndonjë produkt tjetër, i cili është specifik për segmentet të caktuara të agjendës ekonomik në Shqipëri, përfshirja në zonën SEPA është me interes për të gjithë, dhe sidomos për publikun, për qytetarin e thjeshtë. Pra informimi nuk ka munguar gjatë gjithë kësaj periudhe para përgatitore. Ka qenë pjesë e punës sonë të përditshme. Okej, po le të flasim pak më konkretisht zonja Metaj. 2024 shifrat flasin që pagesat elektronike i kemi 24 të tilla për frym. Ka një kalkulim, ka një përllogaritja, keni një parashikim, çfarë prisni me përfshirjen në SEPA? Së pari, ndoshta është me vënd të shpjegoj që pagesat elektronike nuk janë vetëm të lidhura me përfshirjen tonë në SEPA, kanë qenë pjesë e sistemit bankar shqiptar prej shumë vitesh, dhe numri i transaksioneve elektronike të performuara edhe në bankingun tradicional ka qenë aty, por nuk ka qenë në nivele të ndjeshme, dhe kjo ka qenë pjesë e punës tonë edhe edukimit financiar, po dhe punës së Komitetit Pagesave që drejtohet nga Banka e Shqipërisë. Sepse strategjia jonë ka qenë që pagesat elektronike duhet të zënë gjithnjë më shumë vend gjerësisht në sistemi financiar shqiptar. Dhe për këtë arsye ne kemi pasur edhe jo vetëm pjesë të strategjisë sonë të edukimit financiar, po edhe pjesë të punës tonë rregulluese, koordinuese dhe motivuese për sektorin financiar, sepse më së pari ai duhet të përgatitej për të ofruar produkte të pagesave elektronike dhe pastaj gjithashtu sistemi financiar të bënte punën e tij edukuese, informuese secili me klientët e vet, në mënyrë që ata gjithmonë më shumë t'i përqafonin këto pagesa. Dhe ne kemi pasur rezultate të ndjeshme edhe përpara këtij momenti, nga i cili në përgjigje pyetjes suaj do të presim padyshim një intensitet të zhvillimit, por thjesht për t'u thënë, për t'u dhënë një informacion se sa shpejt këto vite ka filluar të përgatitet dhe të zgjerohet tereni pagesave elektronike, mund t'u jap 2-3 informacione. Për shembull, në vitin 2020, kur ishte viti i pandemisë, u pa gjithësisht sa i nevojshëm ishte të kishte opsionin e kryerjes pagesave elektronike ose përmes kartave. Dhe në vitin 2020, për herë të parë, numri i pagesave me kartë tejkaluan numrin e pagesave të bankingut tradicional. Dhe kjo tendencë vijoi nga 2020 deri sot. Për shembull, në vitin 2025, në fund të 6 mujorit, ne kishim afërsisht 300% më shumë pagesa me kartë se sa në vitin 2020. Dhe brenda pagesave me vlerë të vogël në lek, që ne i quajmë pagesa në sistemin AECH, gjithashtu kemi vënë në re që pagesat elektronike po zënë gjithnjë më shumë peshë më të rëndësishme. Brenda pagesave të vogla, 30% e tyre sot bëhen përmes transfertave elektronike. Kështu që pagesat elektronike kanë qenë pjesë e përpjekjeve dhe punës tonë edhe më herët. Por, mbas antarësimit të Shqipërisë në SEPA, ne presim që ato të marrin një hovë të ri, sepse tani me SEPA pagesat janë jo vetëm më të shpejta, jo vetëm me kosto më të ulët, por dhe më lehtësisht të aksesueshme. Kështu që brenda fushës së pagesave elektronike, pjesëmarrja në zonën SEPA do t'ju japë atyre një hovë të ri. Ne presim që do të kemi një rritje të ndjeshme, por koha do ta tregojë me shifra. Po për sa i përket sistemit bankar dhe institucioneve financiare, a janë ato gati për të aplikuar të gjithë këtë sistem? Sektori bankar sigurisht që është përfshirë në një periudhë të gjatë punës përgatitore, sepse finalizimi i antarësimit të Shqipërisë në SEPA dhe pastaj fillimi i operacionalizimit të transaksioneve në zonën SEPA që ne e celebruam në datën 7 tetor, ishte përfundimi një pune ndoshta 2 vjeçare, sepse ne kishim filluar që të paktën para 2 viteve përpjekjet tona për të bërë gati për këtë ditë. Dhe përpjekjen e filluam ne si Bankë Shqipëria. Së pari ne vendosëm që të përditësonim nivelin e infrastrukturës së sistemit pagesave, për të detyruar bankat që ato të bënin zhvillimet e tyre teknologjike në mënyrë që të ishin në përputhshmëri me sistemin ton të pagesave, ku ato janë të detyruara që të jenë pjesë për të realizuar transaksionet e tyre. Kështu që Banka e Shqipërisë përmes investimit që bëri në infrastrukturën e vet të pagesave, i tërhoqi të gjithë bankat me vete për të ngritur nivelin e teknologjisë të aplikuar në sistemet e tyre të performimit të transaksioneve financiare.
Kështu që puna ka filluar para 2 vjetësh dhe investimi ka filluar para 2 vjetësh dhe ka qenë investimi jo vetëm në teknologji, po dhe në dije të stafit i cili do të performonte përmes këtyre teknologjive. Dhe paralelisht me investimin, ne u bëm gati edhe për anën regulative, e cila do të ishte në një farë mënyre detyrim për të zbatuar nga bankat në aspektin e nivelit të transaksioneve, në nivelit të kostove të transaksioneve. Sepse, çfarë është sistemi ose kush është thelbi i aksesimit në zonën SEPA? Thelbi është që zona SEPA ka një rregullore strikte, e cila i detyron të gjithë operatorët që janë bërë pjesë e saj, që transaksionet ndërkombëtare t'i kryen me të njëjtin lehtësi dhe me të njëjtin kosto si ato kombëtare. Aktualisht flasim për transaksionet në euro, sepse ndërkombëtare sigurisht janë euro. Ndërkohë që transaksionet në tregun lokal ne kryesisht i kemi pas në monedën vendase në lek, ndërsa transaksionet në euro kryeshin përmes korespondentëve ndërkombëtar dhe ishin po aq të kushtueshme sa dhe transaksionet ndërkombëtare. Kështu që ne bëm hapin e parë. Hapi i parë ishte përshtatja e sistemit ton të pagesave për të pranuar klerimin e transaksioneve në euro brenda vendit, pra në tregun lokal. Duke ndërtuar ne këtë infrastrukturë pagesash, pra kishim pagesa në euro që quheshin pagesa lokale. Ne diktuam komisionet e këtyre pagesave. Ju tham bankave duke qenë se po ju ofrojmë infrastrukturën tonë për performimin e këtyre pagesave, ju jeni të detyruara që komisionet t'i zvoglonin në këtë nivel që rregulloria jonë do ta diktoj. Kështu që e përgatitëm terrenin që të kishim çmime të brendshme të pagesave në euro, të cilat automatikisht bëhen të detyruara për pagesa ndërkombëtare në momentin që ne u bëm pjesë e zonës SEPA. Dakor, bankat janë gati sepse kanë disa kohë që përgatiten siç ju e janë gati dhe të detyruara nga rregulloria Po institucionet e tjera të transferit të së parave, a janë gati për të ofruar këtë lloj shërbimi? Institucionet e tjera nuk janë ende pjesë e zonës SEPA, sepse ato nuk janë bërë gati akoma në infrastrukturën e tyre dhe në gjetjen e operatorit që do t'i aksesojnë në zonën SEPA dhe janë duke u përpjekur për ta realizuar këtë proces. Besoj ky realitet do ta bëjë që individi të jetë të afrohet pak më shumë me institucionet bankare. Edhe sot mund ta bëjë sepse institucionet bankare përmes open banking mund të realizojnë transaksione duke përdorur marrëdhënie që ato kanë me bankat. Por është natyrisht një nivel aksesimi më i kufizuar se sa kur ato të kenë drejt për së drejti akses në zonën SEPA. Dhe sigurisht ai moment do t'ju japi atyre më shumë hapësirë për të pasur më shumë klient ndërmes të qytetarëve, pra retail kryesisht, por ndoshta edhe biznese. Zoja Meta, jemi duke folur sot për pagesat elektronike dhe për teknologjinë pra që e mundëson këtë lloj shërbimi, por siç edhe e dim, teknologjia ka sfidat e veta, po jemi në kohën kur sulmet kibernetike apo krimi kibernetik është një nga sfidat më të mëdha të viteve të fundit. Çfarë sigurie ofrohen në pagesat në këtë lloj sistemi? A janë bërë testimet e nevojshme dhe në qoftë se kemi një problematik, çfarë duhet të bëjë individi? Faleminderit për pyetjen, sepse ky është një informacion shumë i rëndësishëm për publikun që të ndihet i sigurt më shumë se më parë duke u bërë pjesë e transfertave në zonën SEPA. Pse e them këtë? Puna përgatitore për zhvillimin në infrastrukturë dhe në teknologji në mënyrë që të beshim gati për aksesimin në SEPA u shoqërua edhe me përforcimin e mbrojtjes kibernetike, sepse këto janë dy procese që shkojnë paralel. Dhe natyrisht përpara se një vend ose një operator të ketë drejt të fillojë të kryejë transaksione brenda zonës SEPA, duhet të ketë kaluar periudhën e testimit, e cila pjesë të vetën ka edhe sigurim për mbrojtjen kibernetike. Nëse ti s'ke kaluar me sukses këto teste, natyrisht që nuk lejohesh nga Komiteti i Pagesave që të bëhesh pjesë e transaksioneve në këtë zonë. Por unë duhet të shtoj edhe diçka tjetër. Natyrisht që sulmet kibernetike janë pjesë e jetës së çdo operatori i cili përdor teknologjinë. Dhe detyra e tij është që të përditësojë pa u ndalur mbrojtjen kibernetike duke aplikuar teknologjinë më moderne në këtë fushë. Megjithatë, unë mund ta them me siguri që kryerja e pagesave elektronike
edhe në zonën SEPA, por edhe elektronike në pjesën që nuk ka qenë në zonën SEPA, ka një nivel sigurie më të lartë se ato të bankingu tradicional. Dhe kjo për disa arsye. Sepse së pari, një pagesë elektronike përdor një teknologji më të avancuar, më moderne. Dhe teknologjia më moderne t'jep disa mundësi ekstra që bankingu tradicional dhe sistemi pagesave tradicional nuk t'i ofronte. Si për shembull, autentifikimi thelluar. Është një mënyrë e identifikimit të vërtetësisë së transaksionit që ta ofron vetëm teknologjia. Dhe kjo është e mundur në të gjitha llojet e pagesave elektronike. Së dyti, përdorimi i teknologjisë dhe instrumentave digital t'jep mundësinë e asaj që ne i quajmë inkriptimi të dhënave, i cili nuk ishte i mundur në bankingu tradicional. Dhe inkriptimi të dhënave, si thua, eviton në masë të ndjeshme vjedhjen e të dhënave të transaksionit gjatë rrugës së qarkullimit të tij, gjë që ka ndodhur rëndom, ne dim transakcione që nisesh në një destinacion dhe ndroi destinacionin për shkak të vjedhjes të informacionit nga shkëmbimet e informacionit me email. Dhe së treti, mundësia aplikimi i teknologjisë krijon edhe mundësi të tjera që operatorët e sistemit, operatorët e pagesave të mund t'i përdorin sikurse janë përdorimi i inteligjencës artificiale, e cila jep instrumenta shtesë për evitimin e rasteve të mashtrimit financiar. Kështu që nëse krahasojmë pagesat elektronike, përfshir ato në zonën SEPA, me ato të bankingut tradicional, mund të themi që janë më të sigurta. Jo absolutisht të sigurta, sepse është një përpjekje që vazhdon, por më të sigurta. Ka një rrugë që ndiqet për shembull në rast të mashtrimi, në rast të abuzimi, kur bëhet fjalë të këtyre pagesave elektronike, ku mund të drejtohen qytetarët apo çfarë rrugë duhet të ndjekin? Kjo rrugë gjithmonë ka qenë, sepse probleme me pagesat mund të ketë pasur edhe më parë dhe ka një, si thua, komunikimi i parë i personit që është prekur nga një rast mashtrimi ose pasaktësie me pagesat, është banka, e cila e ka performuar. Nëse dhe banka përgjithsisht e zgjidh problemin duke bërë investigim, ka instrumentat e vet se si e bën këtë proces. Nëse banka nuk është përgjigjur sipas detyrimit, sipas standardit që ajo e ka të përcaktuar në rregulloret që Banka e Shqipërisë i ka vënë për t'u zbatuar nga të gjithë operatorët në fushën e pagesave, natyrisht klientët ankohen, qytetarët ankohen edhe Bankën e Shqipërisë dhe ne me departamentin ton të mbikëqyrjes bëjmë procedurat tona të sqarimit, të identifikimit dhe natyrisht në favor të zgjidhjes së problemit, nëse përgjegjësia është e bankës gjithmonë. A ka një kosto sa kanë shpenzuar ose sa ka kushtuar SEPA për sektorin bankar? Një kosto vetëm për SEPA nuk mund të ketë, sepse thash që procesi përfshin gjithë modelizimin e infrastrukturës, e cila vlen edhe për aspekte të tjera të transaksioneve financiare, jo vetëm për SEPA-n. Pra, nëse sektori bankar ka investuar në infrastrukturën e vet, përfitim ka jo vetëm sepse është bërë i përputhshëm me standardet e SEPA-s, por ka përfitime në eficiencë në të gjitha aspektet e punës së vet. Kështu që nuk mund të themi që ky investim ka vlerëtur vetëm për SEPA-n. Por për t'ju dhënë një shifër juve për t'u thjesht të keni një ide se sa serioz është sektori bankar sa i takon investimeve në teknologji për të qenë në të njëjtin nivel me si motrat e tyre në Bashkimin Evropian, mund të them që vetëm ndoshta në 30 muajt e fundit investimet në teknologji kanë qenë mbi 90 milionë euro nga sektori financiar, nuk po përfshi këtu institucionet e pagesave ose fintechët, që quajmë. Kështu që është një investim serioz, por bankat janë të sigurta që përfitimi do të vijë së shpejti dhe nuk është një investim i cili nuk ka kthim. Ka kthim disa fish. Për të ndalur pak tek benefitet e këtij sistemi të SEPA-s, i kemi thënë në një farë mënyre gjatë gjithë kësaj kohe para përgatitore lidhur me avantazhet që ka pagesat elektronike, shkurtim kohe, shkurtim dhe mbi të gjitha kemi një reduktim të ndjeshëm të komisioneve. Po, pyetja që lind natyrshëm është sa mendoni apo si mendoni se mund të tërheqim emigrantët tanë për të sjellër emitancat e tyre nëpërmjet sistemit bankar. Ne dim shumë mirë që një pjesë e mirë e tyre vijnë dorëzi për të shmangur pikërisht komisioneve të larta të aplikuara deri më sot. Dhe në fakt një nga arsyet që ne filluam përpjekjen tonë që para 2 vjetësh
për të gjetur të gjitha rrugët që të na çonin drejt SEPA-s, ishte pikërisht shqetësimi që kishim për remitancat. Sepse nga një studim i Bankës Botërore që ka bërë para disa vitesh, rezultonte që vetëm 4% të remitancave futej në Shqipëri përmes kanaleve bankare. Pjesa tjetër më së shumti vinte përmes rrugëve toksore, do me thënë fizikisht kesh, dhe një pjesë pak me vogël vinte përmes institucioneve të pagesave, të transfertave, që kishin komisione jashtëzakonisht të larta. Dhe ky ishte një shqetësim, sepse edhe në atë kohë komisionet bankare ishin shumë më të lira se sa këto institucionet të transfertave, por më së pari mungonte edukimi i emigrantëve për të bërë pjesë e ambienteve bankare dhe kishin një lloj ndroje për të futur në banka. Së dyti, shumë nga ata ndoshta nuk kishin fare llogari bankare, sepse mund të ishin edhe në kushte palishmërie në vendet ku punonin, punë të zezë. Kështu që kjo ishte një çështje që duhej adresuar. Dhe mënyra më e mirë për ta adresuar ishte antarësimi i Shqipërisë në SEPA dhe informimi me të gjitha mënyrat e emigrantëve në vendet ku ato punojnë, po e familjeve të tyre në Shqipëri, për këtë risi, për këtë avantazh që ata do të kishin në favor, në krahasim me komisionet që ndoshta dikur kishin përballur në sistemin bankar. Kjo punë informuese dhe kjo përpjekja jonë e gjerë në këto vite për të informuar publikun që po vjen kjo ditë, që ne do jemi pjesë e SEPA-s dhe komisionet do jenë jashtëzakonisht të ulta për të dërguar pagesat tuaja, natyrisht që ka tërhequr vëmendjen e familjeve dhe ata kanë informuar të afërmit e tyre dhe përfituesit në radhë të parë të përfshirjes së Shqipërisë në SEPA do jenë pikërisht emigrantët dhe pensionistët, të cilët më së shumti presin të ardhura nga fëmijët e tyre emigrant. Kështu që ata do kenë mundësi të presin këto të ardhura shpejt, pa kosto, po do të jetë edhe një mënyrë për të frekuentuar ambientet e bankave, sepse do të kenë një llogari bankare. Marrëdhënie me bankën pak më të afërt. Dhe kjo përfshirja e familjeve rurale, e familjeve që jetojnë në zonat e thella, për çfarëdo lloj arsye, të vizitojnë bankat, është një emancipim jashtëzakonshëm. Besoj do shkojë drejt kësaj sepse një pensionist do shkojë drejt bankës të hapë një llogari bankare që të presi parat që do t'i sjellë biri nga jashtë. Dhe aty do jetë me mundësi tjera se çfarë mund të bëjmë me këto para, se një nga problemet ka qenë që jo vetëm pensionistët, po familjet rurale që jetonin me të ardhurat nga emigrantët, thjesht i konsumonin dhe nuk mendonin për një përdorim më të mirë të këtyre të ardhurave, si thuar si një instrument për të dalë nga gjendja e varfërisë. Prezenca e tyre në ambientet bankare do t'i informoj me mundësit si mund t'i përdorin këto të ardhura, në mënyrë që të bëjmë pjesë e sistemit dhe kjo natyrisht ka vetëm të mira për gjithë. SEPA tashmë kemi realitet. Kush është hapi radhës që mund të presim zonja Ametaj? Hapi radhës për cilën ne kemi filluar punën dhe kemi gjetur dhe partnerin dhe më të mirë se Banka e Italisë nuk mund të gjenim një partner tjetër dhe puna ka filluar për implementimin e një kloni të sistemit TIPS, i cili është një sistem i pagesave të shpejta, instant payment që quhet, dhe që sot është operativ në Bashkimin Evropian, por ne një klon të atij sistemi do ta implementojmë midis Shqipërisë dhe 4 vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, duke krijuar një si thua komunitet për pagesa të shpejta brenda Ballkanit Perëndimor, që do funksionojë si fillim. Do funksionojë për pagesat brenda vendit dhe për pagesat brenda 4-5 vendeve anëtare në këtë sistem. Për gjithë ata që na dëgjojnë, pagesat e shpejta janë ato që do bëhen në kohë reale për 10 sekonda. Po, absolutisht po. Edhe pas një kosto shtesë, natyrisht. Dhe funksionon 24 orë në 7 ditë të javës, edhe kur bankat janë pushim, gjithmonë elektronike. Dhe në momentin që Shqipëria do të jetë antar i Bashkimit Evropian, ne do ta kemi shumë të thjeshtë të integrohemi në klonin në tipsin origjinal, sepse sistemi do të jetë kompatibël me atë. Besoj mund ta kemi gati, mund ta presim brenda 26-s është projekti jon. Brenda 26-s do ta kemi në funksion. Po punohet për këtë. Po, të gjitha këto hapa zonja Ametaj besoj do të na çojnë tek ai objektivi që ka shpallur edhe qeveria Shqipëria 2030 cashless. Sa më pak para fizike, është e mundur? Sa më pak para fizike, po jo cashless në kuptimin absolut të fjalës, sepse dihet që keshi vërtet duhet të vijë duke u zvogëluar prezenca e tij në ekonomi, sepse është kosto në radhë parë. Besoj që mund ta kemi thënë edhe herë tjetër që vetëm procesi i emetimit i kryerjes së pagesave me kesh dhe procesi i përpunimit
Dhe prezenca e keshit në ekonomi ne na zë rreth 1.7% të GDP si kosto, na okupon. Kështu që është në radhë parë përfitim ekonomik, por keshi duhet të jetë prezent në ekonomi në atë mas që do të mbulojë momente të krizave. Pra, nëse duam të kemi një ekuilibër financiar, duhet të jemi të përgatitur që kur sistemi elektronik nuk bëhet funksional për shkaqe të ndryshme që lidhen me krizat, agjentët ekonomik duhet të kenë një sasi minimale keshi për të vijuar aktivitetin e tyre ekonomik pa ndërprerje. Atë që në fakt e bëri dhe si një lloj apeli apo thirrje apo sugjerime dhe Banka Qendrore Europiane. Që mbani kesh për disa ditë, 72 orë nëse s'gaboj, për të kryer transakcion për 72 orë. Pikërisht në raste të tilla emergjente. Zoja Metra, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit ju që na jepni mundësinë të komunikojmë këto informacione. Faleminderit. Mirë, nga pagesat elektronike do të kalojmë tek shpenzimet mujore të familjeve shqiptare. Në anketën e përvitshme që publikon Instituti Statistikave lidhur me shpenzimet e familjeve ka rezultuar se për vitin 2024 një familje me afro 4 persona i nevojiten 93.000 lek në muaj për të jetuar mesatarisht. Kjo shifër është gati 1.5% më shumë në raport me vitin 2023. Sa i përket strukturës së shpenzimeve, ato mbeten të pandryshuara ndër vite. 40% e këtyre shpenzimeve, pra e 93.000 lekshit, rezulton se shkon vetëm për ushqime dhe ushqime pra dhe gjërat bazike. Më pas 1% e tyre, 9.6% janë shpenzime që shkojnë për pagesat e ujit, drita dhe qera, dhe 7.1% janë shpenzime që shkojnë për transportin, dhe ndërkohë pjesa tjetër janë arsim, shëndetësi, restorante dhe hotele. Duhet thënë që kjo strukturë shpenzimesh mbetet pothuajse e pandryshuar ndër vite. Por si është niveli i shpenzimeve referuar edhe qarqeve në vend dhe qyteteve në vend. Sigurisht Tirana ka edhe nivelin më të lartë të shpenzimeve me afro 100.000 lek në muaj, ndërkohë që pasaj është Korça me shpenzimet më të larta dhe më pas vjen Durrësi. Ndërkohë dy qytetet që kanë mbetur historikisht të tilla me shpenzime nivelin më të ulët të shpenzimeve mbetet Kuksi dhe Dibra, përkatësisht me 75.000 lek shpenzime në muaj, pra që i nevojitet një familje për të jetuar. Po si ti kuptojmë më mirë këto shifra? Pse shpenzimet rriten vit pas viti, po mirëqenia arritet e familjeve shqiptare? Do të analizojmë pikërisht këto shifra me të ftuarin tim që është ekspert i ekonomisë, zoti Ergis Sefa. Përshëndetje, faleminderit që ne kozon. Faleminderit për ftesën. Ergis, në pamje të para, këto shpenzime, këto shifra që ne i themi vit pas viti, pasi edhe Instati sigurisht pas publikimit të Instatit, kemi një rritje të shpenzimeve 1.5% në 2024, që i nevojitet një familje për të jetuar, pra me 93.000 lek mesatarisht. Po si ta kuptojmë të shifër? Kanë rritur shpenzimet familjet? Është rritur standardi i jetesës? Janë rritur çmimet? Unë do thoja më shumë janë rritur çmimet, si dhe të mos harrojmë dhe një faktor të rëndësishëm. Gjatë kësaj kohe, gjatë këtij viti kemi pasur dhe një rënje, një zhvlerësim të vazhdueshëm të euros kundrejt lekut. Po të shikoni, shpenzimet janë rritur në 1.5% në lek, por nëse do ta bëjmë në vlerë absolute në euro, do të shikojmë që kemi një rritje pothuajse dyshifrore për shkak edhe të zvogëlimit të raportit ndërmjet lekut dhe euros, ku euro ka rënë. Një gjë që të bën përshtypje është fakti që nëse shikojmë parametrat makroekonomik, ne kemi një rritje të mirë. Edhe tremujore fundit ishte 3.5%, rreth 3.5% rritje. Ekonomike. Ama nëse rritje ekonomike në përgjithësi për vendin, po nëse shikojmë në nivel mikro tek shporta e familjes, vazhdojmë të qëndrojmë pothuajse në të njëjtin nivel, që do të thotë ka disa vite që vendi edhe pse rritet në aspektin makroekonomikisht, individi apo familja nuk është se po e ndjen këtë rritje të mirëqenies. E kemi thënë, në fakt e kemi trajtuar edhe herë të tjera që duhet jetë një rritje mbi 5-6% që të ndjehet në një mirëqenie në buxhetet e familjeve, por për të analizuar pak strukturën e shpenzimeve, mbetet thuajse pandryshueshme dhe më e larta në edhe krahasuar me vendet europiane, niveli prej 40% që shkojnë për jetesën bazike, pra ushqimet, që janë 40%, shto këtu edhe pagesat e faturave ujë drita, pra gati 55% e shpenzimeve mujore janë vetëm për jetesën bazike. Eksakt, shiko, po të marrim tre nevojat bazë, sipas shkallës Maslow të njeriut për mbijetesën, që janë ushqim,
veshmbathje dhe strehim, ne harxojmë më shumë se gjysmën e buxhetit ton, të ardhurave tona pikërisht për këto. Pra ne jemi akoma në nivelin e mbjetesës. Që ta kuptojmë më mirë dhe qytetarët, po të bëjmë një krahasim dhe nuk po marr mesataren e BE-s, sepse aty jemi larg. Edhe me rajonin, asnjë vend tjetër në rajon në Ballkanin Perëndimor nuk e ka, përveç Kosovës që na afrohet në këto terma, nuk e ka 40% të ardhurave harxhim për sportin bas. Të gjitha kanë më të ulët. 30, 33, Kosova na afrohet, na shkon pothuajse 40. Që do të thotë ne nuk kemi konkurrues në aspektin e mirëqenies as me rajonin. Lëre më pastaj mesataren e Bashkimit Evropian apo mesataren e vendeve më të zhvilluara të Bashkimit Evropian që është disa fish larg asaj që jemi ne. Po duhet të theksuar dhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm, që në strukturën e shpenzimeve ne kemi një fat të madh si vend sepse shumica e popullatës tonë e ka në pronësi banesën në cilën jeton. Ndërkohë që nuk e kanë vendet evropiane. Ndërkohë që shumica vendeve evropiane kanë të kundërtën. Pra kanë një shpenzim shumë herë më të madh. Imagjinoni, sidomos me çiftet e reja apo në të ardhmen, ata të cilët duan të kenë një banesë më vete, që të jetojnë më vete, se sa do të rriten këto shpenzime bazë, për sa kohë që nuk kemi një ulje të çmimeve të sportit bazë, që unë nuk besoj se do ndodhi diçka tani shpejt, apo një rritje të mirëqenieshme të ardhurave, të cilat vazhdojnë të jenë në një nivel nën mesataren në listën ekonomike. Po, fakti që kjo strukturë shpenzime Shërgis as nuk rritet dhe as nuk ulet, le të themi, çfarë tregon? Tregon që familjet mbeten drejt një shpenzimi të kujdesshëm, tregon që që standardi nuk lëviz jetesës, jemi në vend numëro, po ndërkohë ne dëgjojmë që na rriten pagat dhe jepen bonuse aq sa mund të jepen për ato pensionet. Kjo tregon që vlera e rritjes pagave dhe për ta nisur nga ajo fundit që ju thatë. Kjo tregon që vlera e rritjes pagave dhe bonuseve që jepen nuk është më e lartë se sa vlera e rritjes çmimeve në treg. Se në fundit nuk ka rëndësi sa më shumë merr në pag apo në bonus, rëndësi ka çfarë blen me ato para. Dhe nëse ti nuk arrin të blesh asgjë më shumë, 1.5% është pothuajse asgjë, do të thotë që realisht ti je pothuajse në vend numëro. Dhe kjo të jep ty, si individ apo si familje, dhe një mesazh tjetër që më mirë tento të kursesh pak, apo të jesh dorështrënguar. Dhe në fakt, po të shikojmë të dhënat e konsumit, dhe shikojmë që konsumi i përgjithshëm, konsumi privat, nuk ka ndonjë rritje të mirëqenieshme. Lidhet kjo, besoj, edhe pak me strukturën e familjes shqiptare Ergis. Vitet e fundit ne shohim që gjithnjë më shumë familjet po të kurren në numër. Si reflektohet kjo te konsumi dhe tek shpenzimet mujore? Po, e para reflektohet në faktin që ajo që thuhet nga gjithë që tashmë është bërë shumë e shtrenjtë kesh fëmijë apo të rrisësh fëmijë. Është bërë gati si një luks për të pasur fëmijë. Dhe e dyta, familjet tentojnë të buxhetojnë në ta shtrëngojnë rripin në maksimum që munden. Po kjo ka zgjatur për aq shumë vite sa që në një farë mënyrë është kthyer në kulturë. Dhe jo vetëm është kthyer në kulturë, por ama ato nuk po arrin të gjejnë dhe mënyra tjera për të shtuar numrin për të shtuar të ardhurat që ato kanë. Dhe ky është problemi vërtet. Nëse familjet nuk arrin të gjejnë mënyra për të shtuar të ardhurat dhe këto të ardhurat t'i kthehen në mundësi konsumi më të mëdha, nuk do të kemi një rritje as pak të mirëqenies, jo më të kemi një rritje të ndjeshme të mirëqenies. Nga ana tjetër, duke qenë se ne po kemi rritje ekonomike, kjo të çon drejt një treguesi tjetër që është akoma dhe më i dëmshëm, rritjes pabarazisë. Pra kemi një pjesë të madhe të familjeve, shumica dërmuese, të cilët janë me këtë rripin e shtrënguar, ndërkohë nga ana tjetër kjo rritje ekonomike diku do shkojë dhe janë ato pak duar, le të themi, të cilët grumbullojnë gjithmonë më shumë të ardhura. Në fakt, ne e kemi edhe këtë thellimin e pabarazisë për sa i përket të shpenzimeve, kur thamë që Tirana është sigurisht metropoli që ka konsumi dhe shpenzimet më të larta, por Kuksi dhe Dibra vijojnë të mbeten qarqet me nivelin më të ulët të shpenzimeve. Kjo për shkak edhe të reduktimit në minimum të popullsisë në këto vende. Jo vetëm kjo, por edhe nëse shikojmë dhe korrelojmë me nivelin e të ardhurave dhe mundësitë për punësim të ardhurave, Kuksi dhe më pas Dibra janë dy qarqet më të varfra në aspektin e të ardhurave dhe mundësive për punësim apo gjenerimit të ardhurave. Pse theksoj mundësive për punësim? Sepse mbi 85% e të ardhurave që kanë familje shqiptare vinë nga puna, nga punësimi, nuk vinë nga investime apo nga bizneset tjera. Dhe këto dy qarqe, duke qenë se kanë nivelin më të ulët të mundësive për punësim, detyrimisht kanë të ardhurat më të vogla dhe si pasoj kanë edhe koston më të lirë të jetesës. Shto dhe këtu faktin që një pjesë e mirë e tyre nuk ndodhen më në vendet e tyre, kanë emigruar, Londër,
Belgjik, Zvicër e më radhë. Po Korça, Ergis, pse rezulton qyteti i dytë pas Tiranës, pra me nivelin më të lartë të shpenzimeve? Është interesante që Korça vitet e fundit ja ka ndihmuar shumë turizmin sezonal. Korça është kthyer në një qendër sidomos në pjesën dimrore. Turizmi sezonal tërheq shumë edhe nga Tirana për turizm sezonal, plus edhe nga turistët, nga turizmi përgjithësi i huaj që na vjen vend. Dhe është vënë re ky trend që në vitet e fundit Korça është krijuar si një hub, nëse mund të përdor një term anglisht, si një zonë e vogël në të gjithë Shqipërinë juglindore, ku kemi një fluks më të madh turistësh dhe si pasojë kemi një kërkesë në rritje e cila ka bërë që të rritet kosto e jetesës. Dhe nga ana tjetër, rritja e kostos së jetesës ka bërë që të rriten edhe shpenzimet që kanë familjet. Por kujdes, sepse nuk është se janë të ardhurat në Korçë, por rriten më të njëjtën shpejtësi që po rriten dhe shpenzimet, dhe kjo në një të ardhmë të afërt mund të sjellë një problem të madh. Po, nëse përdorim këtë argument dhe këtë logjik, Ergis, nuk mund të themi që mund të jetë edhe Vlora, sepse edhe ajo ka një turizëm të konsiderueshëm, mund të jetë Saranda, mund të jetë Durrësi. Pse jo? Po, por se ka një karakteristik me këto vende. E para, Vlora përgjithsisht turizmin e ka në pjesën më në jug, pra në det, në Bregdet dhe jo në qytet. Saranda, e cila ka në Bregdet, ka një faktor shumë interesant. Përveç pak muajve të dimrit, në Sarandë ka minimumi 2 fish më shumë të ardhur, pra turistë, se sa vendas. Që do të thotë janë ato që mbartin edhe shumicën e kostos, që është në Sarandë. Ai numër i vogël i popullatës që kanë mbetur në Sarandë, janë edhe përfituesit kryesor të turizmit, sepse turizmi jonë në ato zonë është kryesisht turizëm familjar, të jemi sinqert. Dhe shumë shpejt, edhe ato, nëse vazhdon po ky trend, kam përshtypjen se edhe ato do të vuajnë po nga e njëjti problematik që po ka Tirana apo kanë qytete tjera. Në fakt, nisur me këtë argument, zoti Sefa, që zhvillimet turistike dhe rritja e turizmit në vitet e fundit, një shifër interesante tek shpenzimet mujore familjare ishte dhe zëri i mobilimit dhe i përmirësimit për atë kushteve të jetesës, të mobilimit, arredimit në shtëpi. Kjo lidhet, besoj, më së shumti me tregun e qirajdhënies apo jo? Airbnb. Sepse kemi gjithmonë Airbnb, po rritet numri i apartamenteve që jepen, por kemi edhe nisjen e vitit të ri akademik që studentët marrin një shtëpi me qira. Apo kemi të bëjmë edhe me faktin që sigurisht shqiptarët janë edhe pak të dëshiruar për të patur investime apo për të patur një shtëpi pak më Nuk ishte edhe ky si argument, po do ishte i treti do të thënë në radhë. Nëse do shikonim rrëdhitjen, sepse nuk na korrelojnë me shifrat e të ardhurave, duhet parë pra këto persona që mobilojnë a kanë të ardhurat për ta bërë. Padyshim mbi gjysmën, mos them mbi 60% të tyre e zënë pikërisht ato që janë për qëllime në thonjza investimi. Ato që jepen për Airbnb apo qira ditore, sidomos në zonat bregdetare, por dhe në qytetet kryesore. Është vënë re një rritje në Tiranë, është vënë re një rritje edhe në Shkodër, pasi ka një rritje të fluksit turistëve. Korça gjithashtu. Qytetet bregdetare as nuk vehet në diskutim. Dhe kjo rritje e fluksit, kjo rritje e shpenzimeve për mobilim kryesisht në këtë lloj kategorie është edhe justifikuar, sepse këtu kemi dhe kreditdhënien më të madhe, kreditdhënien e vogël më të madhe, sepse ato presin që t'i kthehet investimi pak më shpejt për shkak se do japin me qira për turistët. Është pak më i vogël ai studentëve, sepse studentët janë jashtëzakonisht të përqendruar kryesisht në 2-3 qytete kryesore, aty ku është edhe grumbullimi i universiteteve kryesore, dhe për shkak të buxheteve familjare, studentët po kanë një tendencë ose grumbullohen bashkë, pra që të ndajnë shpenzimet e qerat, ose tentojnë tek familjar apo të njohur të tjerë në mënyrë që të ulin shpenzimet, sepse njëkohësisht aty është rritur edhe vlera e pagesës që kanë nëpër universitetet që kryejnë, qoftë publike apo qoftë private. Dhe në fund do thoja mund të ishte kjo pjesa e mobilimit estetik apo mobilimit e dëshirës për të pasur pajisje të reja apo mobilim të ri. Padyshim që ndodh, por është duke krijuar një grup i vogël shoqëror. Nëse shokojmë agregatin në përgjithësi, në agregat kjo nuk është nuk dominon absolutisht. Për ta përmbledhur, Ergis, me këto të dhëna dhe me këtë anketë të publikuar nga Instituti Statistikave, çfarë mund të themi? Vazhdojnë familjet shqiptare të jenë në nivelin e mbijetesës apo kemi një dalje nga ky status dhe jemi në shpenzime të kujdesshme, se mirëqenie pak e vështirë për ta thënë si fjalë, apo jo?
Po e them lidhur me, po e koreloj me shifrat në cilat na jep edhe Banka Botërore dhe FMN-ja. Rreth 40% e familjeve shqiptare, sipas tyre, janë pothuajse në nivelin e varfërisë, pra janë pak mbi nivelin e varfërisë. Dhe rreth 20-25% të tjera janë afër mesatarës, por janë në nivelin e shtresës mesme mesatare, pra bën pothuajse 2/3. Po të shikojmë shifrat që kanë nxjerrë stati, këto korrelojnë plotësisht, ku ne kemi rreth 55% shpenzimeve që janë pikërisht për ato që janë nevoja bazë. Pra kemi pjesën më të madhe të familjeve shqiptare që janë nën të ardhurat mesatare, nën shtresën e mesme drejt varfërisë. Dhe ndaj këtu i kemi të dyja grupet. Kemi atë grup të cilin janë vërtet për mbjetesë dhe aq munden, dhe kemi dhe një grup tjetër rreth 20-25% familjesh, ose ndoshta deri në 30%, të cilët tentojnë të jenë të kujdesshëm. Pse? Sepse një lëvizje e vogël në të ardhurat e tyre, pra 2 muaj, 3 muaj papunësi, mund t'i çojë shumë shpejt ata drejt varfërisë. Drejt t'i afrojë drejt varfërisë, kështu që tentojnë që të jenë pak më të kujdesshëm. Dhe për ta mbështetur dhe më fort këtë, po të shikojmë depozitat bankare, do të shikojmë që shqiptarët kanë një nivel kursimesh goxha të lartë, bankat tona kanë literalisht miliarda euro që flejnë. Po, është vërtet. Sepse pikërisht ato familje ato pak që kanë mbi tentojnë ta kursejnë dhe ta konsumojnë. Nga ana tjetër kjo na dëmton ekonominë sepse frenimi i konsumit frenon prodhimin e kështu me radhë. Pra për ta përmbyllur, vazhdojnë pjesa më e madhe e familjeve shqiptare të jenë në nivelin e mbijetesës. Fatkeqësisht po. Falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit për ftesën. Nderuar miq, ne kemi shkëputje publicitare dhe do vijojmë të flasim edhe në pjesën e tretë e emisionit lidhur me shpenzimet mujore të familjeve, por par nga këndvështrimi se çfarë tipologjie konsumatori kemi bazuar në nivelin arsimor. Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe do të vijojmë të flasim lidhur me shpenzimet mujore të familjeve shqiptare, sikundër e përmenda edhe në pjesën e dytë të emisionit, sipas Institutit të Statistikave, një familje shqiptare për vitin 2024 i nevojitet gati 93 mesatarisht 93.000 lekë në muaj për t'ia dalë jetesës, ndërkohë në vitin 2023 kjo shifër ishte në 91.000 lekë në muaj, ndërsa në vitin 2022 në 88.000 lekë në muaj. Por në këtë pjesë të tretë ne do të flasim për tipologjinë e konsumatorit shqiptar bazuar në nivelin e tij arsimor. Dhe referuar sërish Institutit të Statistikave, të dhënat për atë Institutit të Statistikave rezulton se në varësi dhe të nivelit arsimor shohim edhe shpenzimet përkatëse krahasuar vitin 2024 me vitin 2023. Pra për një familje ku kryefamiljari nuk ka një nivel arsimor të përfunduar, shohim që kemi një rritje të shpenzimeve në vitin 2024 në 64.000 lekë krahasuar me 62 që ishte në vitin 2023. Një familje me kryefamiljarin me arsim 8 vjeçar apo 9 vjeçar kemi një rënje të shpenzimeve, po ndërkohë shohim që edhe tek familjet me kryefamiljarin me arsim të mesëm apo dhe të lartë kemi një tkurrje apo një reduktim të shpenzimeve në raport nga viti 2023 në raport me vitin 2024. Por si ti kuptojmë më mirë këto shifra dhe hendekun që është pra mes shpenzimeve mujore të familjeve bazuar në nivelin arsimor dhe të analizojmë në këtë pjesë të tretë të emisionit me të ftuaren time, që është ekspertja e ekonomisë zonja Morena Boja. Përshëndetje, faleminderit që jeni kozon. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht njëherë struktura, zonja Boja, e shpenzimeve mujore të familjeve shqiptare, unë edhe përmenda edhe më parë, vazhdon të mbetet thuajse pa ndryshuar. 40% e tyre janë për ushqim, ndërkohë po të shtojmë edhe pjesën e shpenzimeve të tjera që janë pagesa ujë, drita, transport, gati 50-55% e shpenzimeve mujore mbeten vetëm për jetesën bazike, pra mbi jetesën. Ne ndërkohë paralelisht flasim dhe deklarojmë që kemi rritje ekonomike, kemi rritje pagash, kemi dhënje bonuse për pensionet. Pse ngelet kjo strukturë shpenzimesh e pandryshuar? Atëherë bën sens që një pjesë e madhe e të ardhurave që ka konsumatori shqiptar të shkojnë për konsum, sepse ka një disproporcion midis të ardhurave mesatare të secilit individ dhe shpenzimeve ose çmimeve të produkteve që quhen produkte të shportës apo çmimet e elementëve bazik, pra që secilit individ
vit i duhen ato element ose duhet të konsumoj energji elektrike, duhet paguaj fatura utilitare kështu me radhë, dhe ndaj një pjesë shumë e madhe të ardhurave shkon për konsum dhe për plotësimin e nevojave bazike, dhe që përqindja e të ardhurave mujore apo vjetore që ngelen për shpenzime të tjera është pothuajse pa konsiderueshme. Është e vërtet që në nivel makro flitet për rritje të pagave, po nga ana tjetër ne kemi dhe një rritje të çmimit të produkteve të konsumit, një rritje të çmimit të energjisë elektrike, ujësjellësit e kështu me radhë. Unë mendoj që ne mund të quajmë një shoqëri të shëndosh ose një ekonomi të shëndosh, jo vetëm kur flasim për përqindjet e rritjes ekonomike, për nivel GDP apo për terma shumë të përgjithshëm, por mund të themi që kemi një ekonomi të shëndosh kur secili qytetar i Republikës së Shqipërisë arrin të sigurojë një jetesë normale, pra pa u sforcuar në fund të muajit për paratë që do të çojë për konsum, paratë që do të çojë për shpenzime utilitare, për shkollimin e fëmijëve apo dhe për pagesa të tjera. Morena, nëse i referohemi të dhënave nga tatimet, na rezulton se nga totali të punësuarve dhe të regjistruar në administratën tatimore, gati 40% e tyre, pra janë me pagë minimale, 40.000 lek apo edhe 50.000 lek. Nëse një familje me 2 paga të tilla dhe me 2 fëmijë ka këto të ardhura, çfarë mund të bëjë me jetesën e saj mujore një familje me këto të ardhura? Atëherë, në këtë pik, unë do e analizoja në 2 këndvështrime. E para, jo gjithmonë janë të dhëna reale, sepse dihet që Shqipëria në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor ka një shkallë shumë të lartë të informalitetit, kështu që jo gjithmonë ato pagat e deklaruara janë reale. Supozojmë rastin që kanë dhe të ardhura të tjera dhe mund të mbyllin detyrimet që ato kanë. Në rastin kur ato nuk kanë të ardhura të tjera dhe pagat e deklaruara janë ato pagat minimale, mendoj që është e pamundur, aq më tepër në kushtet që ne në vendin tonë nuk është se ofrojmë politika mbështetëse qoftë për fëmijët e mitur ose subvencionim të shkollës apo të shpenzimeve të tjera që mund të lindin si rezultat i shkollimit të detyrueshëm të fëmijëve. Ka dhe diçka tjetër që unë mendoj që duhet të ndryshoj, sepse edhe në rastin kur ne kemi një familje me 4 anëtar, pra 2 persona të aftë për punë dhe 2 të mitur që mund të ndjekin një arsim të detyrueshëm ose edhe universitar. Edhe në këtë raste kur njëri nga të rriturit është i 2 punësuar për faktin që nuk arrin dot të mbylli këto shpenzimet mujore, sërish ai tatohet pra në fund të vitit duhet të paguaj tatimin mbi të ardhurat personale që vjen si rezultat i 2 punësimit. Që mendoj që kjo është diçka që duhet të rishikohet, sepse në pjesën më të madhe të rasteve, një krye familjar që është i 2 punësuar me 2 paga minimale, e vetmi arsye është se nuk arrin dot të mbylli shpenzimet ekonomike. Po siç e përmenda pak më parë dhe për shkak të informalitetit të lartë, për shkak të mos deklarimit të gjitha të ardhurave, ne i marrim mirëqenia që ai arrin t'ia dalin në fund të muajit, kështu që nuk është e nevojshme që unë të hartoj politika të tjera që e mbështesin dhe e fuqizojnë më shumë ekonomikisht një familje shqiptare. Morena, ne kemi edhe me tabel bazuar në nivelin arsimor të kryefamiljarit, të paktën kështu janë të dhënat e Institutit të Statistikave. Si mund ta komentojmë faktin që familjet me kryefamiljarin pa asnjë nivel arsimor kanë patur një rritje të shpenzimeve mujore në vitin 2024 në raport me 2023-shin? Unë këtë do ta komentoja. E para varet nga të dhënat që kanë mbledhur Instati, sepse patjetër përpunimi të dhënave është në bazë të dhënave që ato kanë, por nuk e lidh shumë me nivelin arsimor se sa me rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Pra kam përshtypjen që rritja e shpenzimeve vjen si rezultat i rritjes së nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Dhe duke pas të ardhura shumë të ulta, është më e dukshme krahasim
krahasimisht me individ të tjerë të cilët supozohet që ka një nivel arsimor të lartë ose ka një profesion caktuar, kanë të ardhura më të larta, kështu që dhe këto rritjet e shpenzimeve shpeshherë janë dhe të papërfillshme ose nuk ndikojnë në rezultatet që përpunonin stati. Po, kjo mund të jetë, ky është një argument, zonja Boja, por për shembull po të shikojmë kryefamiljarin me arsim të lartë apo atë me arsim 8 deri në 9 vjeçar, shohim që kanë një tkurrje të këtyre shpenzimeve. A çfarë tregon kjo? A tregon që këta që janë me arsim të lartë për shembull mund të jenë pak më të kujdesshëm? Mund të marrin masa për ndonjë të papritur? Ky është mendim personal. Unë nuk mendoj që ndikon niveli arsimor në shpenzime. Përkundrazi besoj që një kategori e caktuar individësh që kanë të ardhura mbi mesataren, që mund vinë të ardhura për shkak të shkollimit e tjerë, pra të profesionit që ai ka, mendoj që nuk janë të kursyer në shpenzimet që ato bëjnë. Këtë diferencë do e komentoja, siç e thash dhe pak më parë, thjesht këto individ me nivel arsimor të ullët, duke qenë pjesë e një grupi pune që trajtohen me paga minimale dhe duke pas një rritje të shpenzimeve, sjell rritjen e çmimeve të produkteve të konsumit, sjell si rezultate dhe rritjen e shpenzimeve. Në studime të tjera që unë kam bërë, jo vetëm për produkte konsumi, por dhe për çështje të tjera, nuk ka një korrelacion midis nivelit arsimor dhe trendeve të ndryshme që konsumatorët shfaqin. Stili jetesës apo mënyra e shpenzimeve lidhen domosdoshmërisht dhe vetëm me nivelin e të ardhurave? Patjetër që po. Pra, stili jetesës që ti bën lidhet me nivelin e të ardhurave që ti ke. Ka pastaj dhe elemente të tjerë që mund të ndikojnë. Në varësi të jetesës, je në zonë urbane, je në zonë rurale? Po, pra vendodhja, pozicioni është një element, sepse mund të ndodhi që individ të cilët janë pjesë e zonave rurale, mbase disa produkte bazike konsumi i sigurojnë vetë, kështu që ato kanë një shpenzim më të ulët për produktet e konsumit, krahasimisht me individ të cilët jetojnë në zonat urbane dhe i duhet të shpenzojnë më shumë për produkte konsumi, produkte ato që ne quajmë produkte të shportës, por që stili jetesës dhe aftësia paguese, jo vetëm për produktet e konsumit, por dhe për produktet të tjera, duke filluar që nga produktet baze deri te produktet e luksit, patjetër që lidhet me nivelin e të ardhurave më së shumti se sa me nivelin arsimor që individi ka, sepse mund të jetë një individ që deklaron një nivel arsimor të lartë, por ama nuk ka të ardhura, pra mund të trajtohet me një pagë në një institucion publik 50.000 lekë të reja në muaj, kështu që nuk ka një korrelacion, mendoj, midis nivelit arsimor që ai ka dhe pagës që ai deklaron. Kjo edhe për faktin që në Shqipëri ka një rritje të individëve të cilët kanë një nivel arsimor të lartë, kështu që nuk mendoj që gjithmonë lidhet me nivelin arsimor. Megjithatë, nuk e di sa kohë do na duhen që familjet shqiptare të fillojnë dhe të ndryshojnë këtë tipologjinë dhe strukturën e shpenzimeve mujore. Apo derisa të na rriten rrogat dhe pagat dhe të na arrijnë në një nivel standardi evropian? Unë mendoj që ne jemi shumë larg standardit evropian për arsye nga më të ndryshmet, jo vetëm me nivelin e pagave. Në nivelin e pagave dhe për shumë gjëra të tjera, se në nivelin e çmimeve kemi tejkaluar. Jo, niveli i çmimeve është në nivelin e çmimeve të vendeve të Bashkimit Evropian, sepse ne varemi në mënyrë të tmerrshme nga importi dhe duke qenë se ne kemi një varësi shumë të madhe nga importi, atëherë normalisht duke qenë i njëjti prodhues i cili bën shpërndarje në Itali, në Shqipëri ose në shumë vende të Europës, çmimi plus minus është i njëjtë. Për të mos thënë që në Shqipëri ka një kosto më të lartë dhe kjo vjen për shkak të arsyeve të ndryshme, jo vetëm logjistike pra në shpërndarje, por dhe për shkak të taksave dhe tarifave ekstra që paguhen për vendet që janë jashtë Unionit Evropian. Unë mendoj që do ishte një zgjidhje nëse ne stimulojmë prodhimin vendas dhe stimulojmë
shitjen e produkteve made in Albania. Pra, nëse mund ta përmend për shembull në një studim që un kam bërë më parë që lidhet me vendin e origjinës së produktit, konsumatorët shqiptar përgjigjen që ndjehen më të sigurt kur ky produkti ka si vend origjine një vend të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në opinionin tim nuk është e vërtet, sepse edhe kompanitë shqiptare ka produkte të cilat mund t'i prodhojnë brenda standardeve të Bashkimit Evropian, ashtu siç ka dhe produkte të cilat nuk mund t'i prodhojnë sepse lidhen me faktorë të tjerë jashtë asaj ndërmarrjes ose aktivitetit biznesit që ato kanë, por që nxitja e prodhimit vendas mendoj që do ishte një zgjidhje jo vetëm për të stimuluar ekonominë, por dhe për të vënë disi një balans në çmimet e produkteve të konsumit. Edhe pse për momentin ne kemi një konkurrëshmëri shumë të lartë jo vetëm nga produktet e vendeve të BE-s, por edhe nga vendet e rajonit. Morena, a mund të themi ne me pa frikë që një individi, pjesë e shtresës mesatare të popullsisë, i nevojiten 2 paga mujore për të bërë një jetesë dinjitoze, le të themi? Me kushtet aktuale, me pagën mesatare aktuale dhe me realitetin aktual të çmimeve duhen 2 paga mujore për të patur një jetesë që në gjuhë popullore mund të themi të mos të dridhet dora për të bler çdo gjë që të nevojitet. Mendoj që 2 ose edhe më shumë, duke marrë në konsiderat çmimet që ne kemi, sepse siç e tham, çmimet e produkteve qoftë edhe të produkteve të konsumit janë relativisht të larta, kështu që duke shtuar dhe shpenzime të tjera që mund të jenë për shkollim, pagese një kredie ose pagese një qeraje apo shpenzime të tjera që janë pjesë e asaj jetesës në kushte normale, mendoj që po, dhe kur flasim për 2 paga, flas për paga që shkojnë mbi pagën minimale të deklaruar që është në Shqipëri. Tirana mendoj që ka një kosto jetese pothuajse të njëjtë me shumë vende të Bashkimit Evropian, ndërkohë që pagesat nuk janë të njëjtat standarda. Ideja është që të gjithë individët kenë akses të jetojnë mirë dhe në kushte normale, sepse patjetër që ne kemi individ cilët jetojnë shumë mirë dhe kemi individ cilët nuk arrin dot të mbyllin. Pra kemi një pabarazi të madhe. Po, pabarazia është relativisht e lartë midis grupeve. Dhe një pyetje të fundit, Morena, çfarë politikash mungojnë në vendin ton për të ofruar një jetesë dinjitoze të familjeve shqiptare? Kam parasysh këtu për shembull që familjet që mund të jenë me fëmijë mund të kenë disa lehtësime dhe një i parë ka filluar të aplikohet këtij viti, kush plotson divën për vitin 2025 do të ketë 48.000 lekë shpenzime të zbritshme për fëmijën që e ka mbi 18 vjeç. Por jemi shumë vonë për të aplikuar politika të tilla, apo jo? Kjo është viti i parë që ka nisur zbatohet. Çfarë mungon këtu për t'i ofruar? Ajo fillon në zbatim në deklarimet e divës që do bëhen për vitin 2025, që bëhen brenda muajve të parë të vitit pasardhës. Unë mendoj që nuk është një politike mjaftueshme, sepse dhe ajo nuk është shifra eksakte, sepse ka disa plus minuse në atë çmimin i cili të zbritet. Unë jam me mendimit që ashtu si dhe në vendet e tjera të Europës, sepse në Shqipëri thot ti merr kaq edhe do taksohesh, po ama nuk të merr në konsiderat shpenzimet që vijnë gjatë gjithë vitit. Që ne të mund të ndërtojmë politika të drejta, mendoj që secili nga individët, pavarësisht pozicionit që ka, duhet të deklarojë si të ardhurat ashtu edhe shpenzimet dhe ne të mund të adresojmë nëpërmjet politikave të ndryshme cilin grup do favorizojmë më shumë, cilin duhet të mbështesim dhe cili nuk duhet ta mbështesim. Taksa progresive për shembull është pikërisht në funksion të kësaj gjëje. Pra, kur unë them taks progresive, them që ato që s'ka se taksoj dhe ato që ka më shumë e taksoj më shumë. Po, në taksën e kemi vetëm të ardhurat nga puna. Ne në Shqipëri nuk e zbatojmë konceptin ashtu siç duhet. Është ajo që unë thash pak më parë, që unë them që nëse je i dy punësuar do paguash, patjetër që do paguaj, por nëse unë nuk mbyll dot shpenzimet vjetore
punëtore të detyrueshme me këto dy punë që bëj gjatë gjithë vitit, atëherë si duhet të taksohem më shumë. Pra ne vendosim taksat a priori dhe pa marrë në konsiderat se çfarë ndodh me individin ose çfarë ndodh në realitet, sepse siç e thash, ne marrim për të mirë qenë që ka një shkallë shumë të lartë informaliteti dhe secili prej nesh ka para ekstra me të cilat mund të menaxhoj gjitha gjërat. Deri tani ligjet fiskale dhe taksat janë vendosur vetëm për të mbushur, le të themi, arkën e shtetit, por jo për të ofruar një drejtësi sociale dhe ekonomike. Por unë mendoj që të ardhurat, pra që mbushin arkën e shtetit nga tatimi mbi të ardhurat personale janë të papërfillshme. Pra ti nuk bën asnjë gjë me këto të ardhura që mbledh. Mund të mbushesh arka e shtetit me forma të tjera të taksimit, por mendoj që nuk jemi akoma në politikat e taksave për të gjitha, jo vetëm në aspektin e tatimit nga puna, por edhe tek biznesi, edhe në çdo sektor të ekonomisë. Taksat janë forma nëpërmjet të cilave mbushet buxheti i shtetit, kështu që. Patjetër, jo, po qëllimi i taksave është edhe të më taksoj, por edhe të ofroj një barazi në treg. Dhe të marrë shërbime. Dhe të marrë shërbime, ato të shpërndahen në mënyrë të drejtë, por besoj që me kalimin e viteve do përmirësohemi sepse deri tani nuk ka një shpërndarje transparente dhe të drejtë. Zonja Morena, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit juve. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë emision. Vazhdojmë të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.